Vllaznia do të presë të shtunën Dinamon për ndeshjen e vlefshme për javën e 34 të superiores, e cila do të nisë në orën 15:30. Para këtij takimi foli trajneri Tomas Brdarić, teksa tekniku i kuqebluve deklaroi në konferencën përshtyp se ndeshja ndaj Dinamos është një ndër më të rëndësishmet e këtij sezoni. E dim sa e rëndësishme është kjo ndeshje. Puna jon është të rregullojmë problemin që kemi me rezultatet. Kishim një javë të plot për të përgatitur për këtë ndeshje. Na duhet të japim fort për opsionet dhe idetë që kemi, të tregojmë cilësitë e çdo futbollisti në maksimum. Duhet të mësojmë shpejt nga gabimet që mund të kemi bërë më përpara. Nuk duam të humbim më shumë kohë apo të gjejmë justifikime. Me Dinamon është ndeshje shumë e rëndësishme, për gjithë secilin është e qartë kjo. Me Dinamon mund të jetë një ndër sfidat më të rëndësishme të sezonit për ne. Kemi luajtur kundër Dinamos më përpara, i dim cilësitë, por fokusi është vetëm te puna jon. Luajmë në shtëpinë tonë. Besoj se do kemi edhe tifozët të pranishëm. Duhet t'i tregojmë çdo kujt që kemi mundësi të përballemi edhe me këto ekipe në këtë moment jo të mirë të ekipit. Na duhet rezultat sa më mirë në mënyrë që të sigurojmë matematikisht edhe Final Four. Trajneri Brdarić kritikoi edhe Bajramin për kartonin e kuq të marrë në ndeshjen ndaj Bylisit në Ballsh, teksa shtoi se kur çdo futbollist i jetë i gatshëm, vllaznia mund të fitojë ndaj çdo ekipi që mund të ketë përballë. Bajrami mungon për shkak të kartonit të kuq. Duhet ta kuptojmë që të mos marrim ashtu karton është në lojë, që mund të na ndërrojnë planet në mes të ndeshjes. Gjithsesi, pavarësisht mungesës së Bajramit, kemi mjaft futbollistë që mund të fitojnë ndeshjen. Futbollistët që janë të gatshëm, janë të gjithë të motivuar dhe në fund duhet të sigurojmë Final Four. Kryesorja është të fitojmë ndeshjen. Kemi pasur pak probleme me rezultatet. Jemi të vetëdijshëm për këtë, por e dim që mund të kthehemi aty ku duhet. Kjo është ajo që duhet të jemi të fokusuar. Kjo është e qartë, kur të kemi çdo futbollist të gatshëm, mund të mposhtim çdo ekip dhe ky është objektivi ynë. Ndeshja mes Vllaznisë dhe Dinamos do të luhet ditën e shtunë, duke nisur nga ora 15:30 për javën e 34 të superiores.